Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Autori I tri parimeve hyri në sqarimin e tre gradëve të fesë, që janë Islami, Imani dhe Ihsani. Në mësimin e kaluar shpjeguam gradën e parë, që është grada e Islamit, dhe thot në vijim, grada e dytë është imani, I cili është 70 e ca deg, ku më e larta e këtyre degve është fjala la ilaha illallah, dhe më e ulta e tyre është heqja e pengesave nga rruga, dhe turpi është një nga degët e imanit. Baza e dytë, që është njohja e fesë islame me argumente, dhe kjo bazë, ky islam është në tre gradë, ku grada e parë është islami, nëse grada e dytë është imani. Imani, në kuptimin gjuhësor, vjen nga fjala e tasdiq, besim. Ndërsa, në kuptimin sheriatik, dietarët e islamit thonë se imani është fjalë, punë dhe besim. Ose dietarët thonë është fjalë edhe punë, sepse tek fjalët hyjnë fjalët me gjuhë dhe fjalët me zemër, ndërsa tek puna është puna e zemrës dhe puna me gjymtyr. Prandaj disa prej ndjekësve të sunetit thonë që imani, besimi është fjalë edhe punë. Dhe këtu hyn fjala, puna dhe besimi. Dhe ky është kuptimi I fjalës së dietarëve të cilët thonë el iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ta'ati ash-shaytan. Imani është fjalë me gjuhë, është besim me zemër, është punë me gjymtyr dhe me pjesët e trupit, dhe ky iman, ky besim shtohet dhe paksohet. Shtohet me bindjen ndaj mëshiruesit dhe paksohet me bindjen ndaj shejtanit. Dhe shehu këtu thot që ky iman, ky besim është 70 e ca deg. Dhe këtu bëhet fjalë për emrin e imanit të përgjithshëm, pjesë e të cilit është edhe Islami. Islami është një pjesë e këtij imani të përgjithshëm, sepse termi iman, besim, është më I gjerë se termi Islam. Dhe Islami është një pjesë e këtij imani. Prandaj, besimtarët janë më të veçantë në gradë se ata që kanë vetëm emrin e Islamit. Prandaj, imani përfshin Islamin dhe gjërat të tjera. E thotë që imani, besimi është 70 e ca deg, ku dega më e lartë, cila është fjala la ilaha illallah, që është dega më e lartë e këtyre degve të besimit, që përfshin Islamin dhe gjërat të tjera. Dhe kjo ka ardhur dhe në hadithin e saktë, të cilin transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi në dy sahihët e tyre, ku profeti sallallahu alaihi wasallam thot el imanu bid'un wa sab'un shu'ba au bid'un wa sittun shu'ba fa afdaluha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u shu'batun min al iman. Imani është 70 e ca ose tha 60 e ca deg, ku më e mira e tyre është fjala la ilaha illallah dhe më e ulta e tyre është heqja e pengesave nga rruga dhe turpi është deg nga degët e imanit. Tu në ta ditë profeti sallallahu alajhi wasallam përmendi se grada më e lartë, dega më e lartë e degëve të imanit, të besimit, është fjala la ilaha illallah. Dhe imanin e krahasoi me pemën e cila ka degët e saj, dhe po ashtu ka edhe rrënjët e saj.
Dhe u argumentua me fjalën e tauhidit la ilaha illallah për degët që kanë të bëjnë me fjalët që thuhen, ndërsa u argumentua me heqjen e pengesave nga rruga për punët me gjymtyr dhe me pjesët e trupit, që është diçka që e praktikon dhe vepron njeriu. Dhe u argumentua me turpin për degët e imanit që kanë të bëjnë me zemrën. Dhe dietarët kanë mendime të ndryshme për sa i përket numrit të këtyre degëve, siç ka vepruar El Halimi, që është i pari i cili ka shkruar rreth degëve të imanit, i cili u pasua më pas nga Imam El Bejheqi në librin Shu'abul Iman, dhe degët e imanit të Bejheqiut e përmlodhi Imam El Qazwini në librin Degët, përmbledhje e degëve të imanit, të cilin e shpjeguam në këtë xhami, dhe falënderim takon Allahut të madhruar, dhe shumë dietar tjerë kanë treguar mundin e tyre për sa përket evidentimit të këtyre degëve të nxjerrë në Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe degët e imanit përfshin degët e Islamit, degët e imanit, faljen e namazit, dhënien e zakatit, agjërimin e Ramazanit, shkuarjen në haxh, xhihadin, larjen, pasërtin e tjera prej punëve dhe normave të fesh. Më pas autori thot, ndërsa shtyllat e këtij imani, besimi, janë 6: të besosh në Allahun, në ëngjëjt e tij, në librat e tij, në të dërguarit e tij, në ditën e fundit dhe në kaderin e Allahut, qoftë i mirë apo i keq. Pra, së pari përfshin besimi në Allahun, të besosh në ekzistencën e Allahut madhruar, dhe se Allahu madhruar është një në rububie, është një në veprat e tij, është një në adhurimin e tij, dhe vetëm ai meriton të adhurohet dhe askush tjetër përveç tij, dhe është një në emrat dhe cilësitë e tij, asnjë nuk është si ai në emrat e tij dhe askush nuk është si ai në cilësitë e tij, siç ai thotë në Kur'an, lejse kemithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Askush nuk është i ngjashëm me të dhe asgjë nuk është i ngjashëm me të. Dhe ai është gjithë dëgjuesi, gjithë shikuesi. Dhe po ashtu të besosh në melajket, që janë krijesa që Allah madhruar i dërgon, dhe ata janë të ngarkuar me punët që Allah madhruar u ka ngarkuar atyre, dhe kjo shtyll është nga shtyllat e imanit, dhe kjo shtyll realizohet duke besuar muslimani se Allah madhruar prej krijesave të tij janë edhe melajket, ëngjëjt, që janë krijesa prej krijesave të Allah madhruar, që ai ngarkoi me punë të ndryshme, siç ai thotë në Kur'an, bel ibadu mukramun, ata në robër të nderuar, la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, që nuk e kundërshtojnë asnjëherë Allahun për çka ai urdhron dhe veprojnë gjithmonë atë që urdhrohen. Dhe kush beson në melajket, çdo besimtar duhet të besojë në përgjithësi atij ku është përgjithësuar, dhe duhet të besojë në veçanti atij ku është veçuar, në lidhje me disa ëngjëj. Për shembull, Xhibrili është i ngarkuar me përcjelljen e shpallive, dhe nëse e mëson këtë gjë në veçanti për Xhibrilin, duhet të besosh në veçanti dhe të besosh në përgjithësi atij ku është përgjithësuar. Dhe ky rregull është në të gjitha shtyllat e imanit. Nuk është kusht që çdo musliman të mësojë të gjitha detajet që kanë ardhur për ëngjëjt, por të kesh këtë gjë, të rregull parasysh, që duhet të besosh në përgjithësi atij ku është përgjithësuar. Allah thotë besoni në ëngjëjt, të besosh në ëngjëjt në përgjithësi, dhe të besosh specifikisht dhe në veçanti aty ku është specifikuar për punët e disa prej ëngjëjve. Më pas është besimi në librat e Allahut të madhruar, të besosh në librat përsëri në përgjithësi aty ku është përgjithësuar, dhe në veçanti aty ku është veçuar, të besosh që Allahu madhruar ka zbritur libra tek krijesat e tij, dhe këto libra përmbajnë udhëzimin, dritën dhe sqarimet dhe argumente nga Allahu i madhruar, dhe këto libra që zbriti Allahu madhruar, këta libra janë të vërtet sepse janë nga Allahu i madhruar. Pra duhet të besojnë në përgjithësi atij ku është përgjithësuar, edhe në libra dhe në veçanti atij ku është veçuar. Më pas vjen besimi në të dërguarit, që Allahu madhruar dërgoi
të dërguar dhe profet duke thirrur popujt e tyre në tauhid, në njësimin dhe veçimin e Allahut madhruar, në adhurim, dhe ata e kryen misionin që Allah madhruar i ngarkoi, e kryen amanetin Allah madhruar i mbështeti ata nëpërmjet mrekullive, nëpërmjet fakteve, nëpërmjet argumenteve që tregojnë për sinqeritetin e tyre dhe që janë të vërtetë në atë që flasin. Ata ishin robër të nderuar dhe të devotshëm, të cilët e komunikuan shpalljen. Dhe të besoj gjithashtu muslimani në veçanti tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili është vula e profetëve, i dërguari dhe profeti i fundit. Pas tij nuk ka profet të dërguar. Ai u dërgua me fenë e drejtë të vërtet, me fenë islame, të cilën Allah madhruar e bëri të jetë feja e fundit dhe shpallja e fundit. Më pas vjen besimi në ditën e fundit, që është shtylla e 5 nga shtyllat e imanit. Të besosh në ditën e kiametit, të besosh duke qenë i sigurt dhe pa patur asnjë ndjenjë pa sigurie, se do të vijë një ditë që njerëzit do të kthehen tek Allahu i madhruar, do të ringjallen nga varret, do të kërkohet hesab dhe llogari për çdo gjë të madhe ose të imët, dhe çdo kush do të shpërblehet në bazë të punëve që ka punuar, dhe se çështja e njeriu nuk mbaron thjesht me vdekjen e tij, është e kundërta, dhe kush vdes për njerëzve, atëherë ka filluar kiameti dhe njerëzit kanë për të tubuar në ditën e kiametit dhe ka për të shpaguar gjithsecili për njerëzve, ka për të patur likuidim total mes njerëzve. Wa ufiyat kullu nafsin ma amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Dhe çdo njeri do të shpërblehet për atë që punoi, dhe Allah madhruar e di më së miri se çfarë ata kanë vepruar. Të besosh në përgjithësi atij ku është përgjithësuar edhe në ditën e fundit dhe në veçantë atij ku është ka ardhur me detaje dhe gjëra specifike. Më pas vjen besimi në kaderin, caktimin dhe vendimin e Allahut të madhruar. Të besosh te kjo shtyllë dhe ky besim realizohet duke ditur dhe duke besuar se çdo gjë që ndodh sipas asaj që Allah madhruar ka caktuar dhe përcaktuar, dhe të gjitha janë krijesat e tij, dhe çdo gjë është regjistruar para se të ndodh, dhe se Allah madhruar është më i dishmi për të gjitha gjërat që ndodhin, dhe ai ka krijuar ato para se të krijohen, dhe i ka shkruar dhe ka regjistruar çdo gjë. Prandaj muslimani duhet të besojë se Allah madhruar di çdo gjë që ka qenë dhe çfarë ka për të qenë, dhe ajo që nuk është, nëse do të ishte, si ka për të qenë. Allah madhruar thot në Kur'an: "Alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fi s-samawati ma fi s-sama'i wal ard." A nuk e di që Allah madhruar di çdo gjë që është në qiell dhe në tokë? Dhe po ashtu muslimani duhet të besojë se Allah madhruar ka shkruar çdo gjë, siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Kataba Allahu al-maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana." Allah madhruar ka shkruar caktimet për krijesat para se të krijoheshin qielli dhe toka me 50,000 vjet. Çdo gjë është shkruar nga Allahu i madhruar. Të besosh edhe në dëshirën e Allah madhruar që çdo gjë që do Allah madhruar ajo ndodh, dhe ajo që nuk do nuk ka për të ndodhur. Dhe se çdo gjë është krijim i Allahut të madhruar. Allah madhruar krijoi çdo gjë, krijoi bindjen e njerëzve të bindur dhe të nënshtruar ndaj tij, dhe po ashtu krijoi edhe gjërat e tjera, edhe kundërshtimi dhe gjunahet e gjunaqtarëve janë prej krijimit të Allahut të madhruar. Më pas autori thotë dhe argumenti për këto shtylla, 6 shtylla, është fjala e Allahut të lartësuar: "Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakinna al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Wa dalilu al-qadr qawluhu ta'ala: "Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadr." Argumenti për këto 6 shtylla është fjala e Allahut të lartësuar: "Nuk është mirësi të ktheni fytyrat tuaja ka lindja dhe perëndimi, por mirësi është të besosh në Allahun, në ditën e fundit, në melaiket, në librat dhe në profetët." Pra përmendi 5 shtyllat e para në këtë ajet kuranor të surës El-Baqara, ndërsa argumenti i kaderit
është fjala e Allahut të lartësuar, inna kulle shay'in khalaqnahu biqadar, ne e kemi krijuar çdo gjë sipas kaderit. Këto janë argumentet për këto shtylla të imanit. Këtu vjen në fundi edhe i gradës së dytë për të vijuar në ditët në vijim, me gradën e tretë që është grada e ihsanit dhe me pjesë e tjera të kësaj broshureje, 3 parimet. Me kaq mjaftojnë për sot. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.